dy gjëra për përmbytjet që ndodhen dhe përmbytjet që po ndodhin, po përsëri, edhe pse nuk ka rreshje aq të forta. E para gjë, për njerëzit që janë dëmtuar, edhe që janë dëmtuar kryesisht në fshat, në shtëpitë e tyre dhe në ekonomitë e tyre, pagesa për dëmet është themelore, është jetike. Natyrisht për të rikthyer jetesën normale, po mbi të gjitha për të kompensuar ekonominë që kanë humbur. Baktit, po në krahun tjetër, unë mendoj edhe të mbjellat. Të mbjellat do të ktheheshin në produkte dhe produktet në të ardhura. Do të thotë nuk kanë humbur vetëm bim në ser apo në fushë të hapur, por kanë humbur prodhimin, kanë humbur të ardhurat. Me ato para mund të mbillnin në pranverë e kështu me radhë. Pa to rrezikohet prodhimi. Ne kemi humbur ushqim. E përpasoj kemi humbur ekonomi. Do të kemi çmime më të shtrenjta për shkak të sasisë munguar të produkteve bujqësore edhe blegtorale, e në krahun tjetër do orientohemi nga importi, jo nga eksporti. Kështu që pagesat janë themelore e duhet ndodhin tani. Por në krahun tjetër, ne nuk mund të kthehemi thjesht dhe vetëm në një shtet që paguan dëme. Duhet merremi me eliminimin e faktorëve që çojnë në këto dëme. Ajo që na takon ne, infrastruktura, jo ajo që i takon atij lart, po ajo që na takon ne, infrastruktura. Këtu që po lexoj me çarja argjinatura është tani, pas rreshjeve, me lumenj që fryen e kështu me radhë, natyrisht që ka pasoja, jo vetëm atje, po ka pasoja për sjelljen e shtetit. Argjinaturat sot janë mall pa zot. Nuk kujdeset kush për to. Kanë humbur në lartësi, kanë humbur në qëndrueshmëri, nuk ka roje. Dëmtohen vazhdimisht nga dhelprat e të tjera kafsh. E kam vujtur vetë mbi kuriz në Divjakën që sot nuk përmbytet atë që po ndodh me Semanin në krahun e Libofshës. Dhe natyrisht duhet të ndryshojmë këtu në mënyrën se si i menaxhojmë veprat që janë jetike për banorët, për jetën e tyre, por edhe për ekonominë e tyre dhe tonën bashkë. Duhet paguajmë për to, që mos kthehemi thjesht vetëm në një shtet që paguan dëme.